Vetëm pak minuta para se të lindte, përpara se gruaja të humbte vetë dijen, ajo rrëfeu bashkëshortit të saj një sekret të errët dhe të tmerrshëm. Reagimi i tij ishte krejtësisht edhe më tronditës. Historia e dashurisë së Ashleyt dhe Joses filloi kur ata ishin të rinj. Të dy vinin nga fillime modeste. Në moshën 15 vjeçare, Jose mori punë të ndryshme të rëndomta për të mbajtur veten dhe nënën e tij të sëmurë, ndërsa Ashley, 12 vjeçare, jetonte me gjyshen e saj, Mary. Mary kishte të vështirë të siguronte jetesën për Ashleyn dhe kishte ditë kur nuk kishin asgjë për të ngrënë. Në një nga ato ditë, Ashley doli nga shtëpia duke qarë dhe ende nëpër rrugë. Atëherë takoi Josen, i cili jetonte në të njëjtën rrugë. Ai ofroi disa ushqime dhe shoqëroi deri në shtëpi. Të nesërmen, Ashley u befasuar kur Jose erdhi herët në shtëpinë e saj dhe solli mëngjes. Kështu filloi misia e tyre. Jose kujdesej për Ashley dhe trajtonte si një princesh. Nuk kaloi shumë kohë para se të zhvillonin ndjenja të forta për njëri tjetrin dhe kur Ashley mbushi 15 vjeç, Jose i kërkoi të bëhej dashura e tij. Dua që të më duash gjithmonë dhe të mos më fshehesh asgjë, pavarësisht çfarë është. Të premtoj se nuk do të lë kurrë, i tha ai. Ajo u përgjigj, të premtoj. Fatkeqësisht, disa vite më vonë, ajo do ta thyente këtë premtim. Si mund ta harronte këtë moment të çmuar? Si mund të dyshonte në dashurinë e tij dhe të fshinte një sekret kaq të madh për ti? Por para se të gjykojmë, prisni të dëgjoni anën e saj të historisë. Pasi Jose dhe Ashley mbaruan shkollën e mesme, Jose mori një vendim të guximshëm. Ai kërkoi Ashley të vazhdonte studimet ndërsa ai punonte për të paguar për arsimimin e saj. Ashley aplikoi në shkollën e komunikimit për të përmbushur ëndrrën e saj për të bërë gazetare. Ajo ishte shumë mirënjohëse për mbështetjen e Joses dhe e donte me gjithë zemër. Ajo përqendrua në studime për ta bërë atë krenar. Kur Ashley ishte në vitin e fundit, Jose e çoi për një darkë romantike, nxorri një unas të bukur dhe i kërkoi të martohej me të. Ashley ishte shumë emocionuar dhe u zotua të bënte gjithçka për ta bërë të lumtur. Je imi për gjithmonë, i tha ajo. Ata planifikuan të martoheshin disa muaj pas diplomimit. Mendonin se dashuria e tyre ishte e pathyeshme, por gjërat ishin gati të prisheshin dhe do të bëhej shumë kaotike. Muaj më vonë, Ashley përfundoi më në fund arsimin e saj universitar në krye të klasës. Ajo gjithashtu mori lajme të mira nga lektori i saj, Nancy. Nancy tha Ashleyt se një kompani mediatike kishte nevojë për një gazetare për të mbuluar lajmet lokale, por nëse pranonte punën, do të duhej të udhëtonte në një qytet tjetër. Ashley nuk i pegonte kjo fare. Ajo ishte shumë entuziazmuar dhe mendonte se kjo ishte një mënyrë shkëlqyer për të nisur karrierën. Ajo i tregoi Joses për punën dhe si zakonisht ai u gëzua për të. E mbështeti dhe madje ndihmoi të paketonte bagazhet. Jose nuk mund ta shoqëronte për shkak të punës së tij, kështu që do të ishte hera e parë që ata do të ndaheshin për një kohë kaq të gjatë. Megjithatë, Jose i besonte Ashley dhe dashurisë së tyre të pathyeshme. Do të jemi larg vetëm për 4 muaj dhe pastaj do të kthehem, kështu që të lutem më priti dashuria ime, tha Ashley në aeroport, pastaj e puthi për lam të mirë. Por vetëm 2 muaj pasi ajo u largua, Ashley u kthye papritur. Jose u befasua kur e pa dhe pyeti pse nuk i kishte thënë se po vinte, por ajo tha se donte ta surprizonte. Kur ai pyeti për punën, ajo nuk tha asgjë. Ajo nuk tregoi entuziazëm për ta parë dhe kur ai u përpoq ta përqafonte, ajo i tha se ndjehej djersitur, shumë e lodhur dhe kishte nevojë të flinte. Jose e kuptoi se si ndihej, kështu që i dha pak kohë. Megjithatë, gjërat vetëm sa u përkeqësuan. Ashley kërkoi arsyen më të vogël për të qëndruar larg Joses dhe mezi tregonte dashuri. Atëherë Jose filloi të dyshonte se diçka mund të kishte ndodhur gjatë udhëtimit të saj. Ndoshta ta linte të shkonte ishte një gabim i madh. Kishte frikë ai. Një natë ndërsa po darkonin, Ashley papritur filloi të gulçonte dhe rapa ndjenja. Jose e çoi menjëherë në spital ku mësoi se ajo ishte 2 muaj shtatzan. Ajo befasua sepse nuk kishin qenë intim që kur ajo u kthye. Megjithatë, Ashley tha se kishte qenë tashmë shtatzan para se të largohej dhe ai i besoi. Jose ishte shumë i lumtur që do të bëjë baba dhe donte Ashleyn edhe më shumë. Fatkeqësisht, kishte më shumë në histori. Gjatë shtatzanisë, Ashley ra disa herë pa ndjenja. Ajo ndjehej dobët dhe shpesh ankoi për dhimbje në gjoks, por mjekët mendonin se ishin vetëm simptoma të shtatzanisë. Çfarë gabimi i pafat.
Jose vazhdoi të punonte shumë dhe filloi të blinte gjëra për foshnjën, por Ashley nuk tregonte entuziazëm. Në vend të kësaj, ajo mbyllej në dhomën e gjumit, ulte perde dhe qante me dënesë. Sa herë që Jose trokiste në derë, ajo i bërtiste dhe i kërkonte të largohej. Një ditë kur ai erdhi të trokiste, si zakonisht, ajo u zemëruaj shumë sa i bërtiti dhe i tha se nuk donte të martohej me të. Ato fjalë thyen zemrën Joses. Kur i tregoi mjekut për sjelljen e saj, mjeku e këshilloi ta duronte dhe duke sugjeruar se hormonet e shtatzanisë po e ndikonin. Jose dëgjoi këshillën e mjekut dhe vazhdoi ta mbështeste atë. Për muajin e 9, ujërat e Ashleyt u thyen dhe Jose e çoi menjëherë në spital. Ata kishin planifikuar të dy për një lindje natyrale dhe kishin rënë dakord që Jose të ishte i pranishëm në sallën e lindjes. Megjithatë, atë ditë, Ashley vazhdonte të qante dhe nuk donte që Jose të ishte në dhomë. Duke menduar se ishin dhimbje lindje, Jose kuptoi dhe qëndroi në sallën e pritjes. Atje ai vazhdonte të ecte lart e poshtë, duke shpresuar për lajme të mira. 5 minuta më vonë, një mjek i ofrua Joses dhe i tha se gruaja e tij ishte në një gjendje kritike dhe mund të mos mbijetonte. Ata duhet të kryenin një operacion cesarian urgjent dhe Ashley kishte kërkuar ta shinte para operacionit. Kur Jose mbërriti në sallën e operacionit, ai ul pranë gruas së tij, mbajti duart dhe tha: "Dashuria ime, ti më kërkove dhe unë jam këtu." Ashley ishte shumë e dobët, mezi hapte syt, por arriti të thotë këto fjalë para se të binte pa ndjenja. "Jose, ky fëmijë nuk është i yti." Lotët i rodhën me njëherë nga sytë Joses pas këtyre fjalëve. Ai ishte i shkatërruar, sikur zemra e tij do të shpërthente nga gjoksi. Kur më në fund gjeti zërin, ai tha: "A mendove se po bëja shaka kur thash se të dua? Unë dua çdo pjesë tënde. Ky fëmijë erdhi nga ti, kështu që nuk më intereson nëse nuk është imi. Unë e dua po aq shumë. Të lutem, mos na lër mua dhe fëmijën ton. Të lutem, lufto për jetën tënde." Ai mbajti duart dhe më fort, duke provuar se dashuria e tij ishte mjaft e fortë për ta falur. Operacioni filloi dhe disa minuta më vonë lindi djali i tyre, Caleb. Fatkeqësisht, Ashley pësoi një arrest kardiak. Edhe pse mjekët e stabilizuan, testet treguan se ajo kishte sëmundje të arterieve koronare. Rasti i saj ishte aq i rëndë sa mjekët duhet të vendosnin në koma dhe vetmja gjë që mund ta shpëtonte ishte një transplant zemre. Pa pasur ku të kthehej, Jose vendosi kamerën e telefonit përpara tij dhe filloi të regjistronte. Me slotëve ai shpjegoi gjithçka që kishte ndodhur, nga dita kur takoi Ashley deri në atë moment. Pastaj i kërkoi gjithë botës ndihmë. "Ju lutem, më ndihmoni ta shpëtoj." Qau ai dhe ndau video në internet. Video mori shumë dashuri dhe madje tërhoqi vëmendjen në një organizate për dhurimin e organeve. Kjo organizat lidhi Ashley me një dhurues të përshtatshëm dhe operacioni ishte i suksesshëm. Kur Ashley më në fund hapi syt, personi i parë që pa ishte bashkëshorti i saj, duke bezëqeshur shkëlqyeshëm dhe duke mbajtur të voglin Caleb në krah. "Nuk më intereson nëse ai nuk është gjaku im. Unë ju dua të dy, sikur jeta ime të varet nga kjo", e siguroi Jose me slotëve, përqafimeve dhe puthjeve. Ashley më në fund ndau pjesën tjetër të historisë me bashkëshortin e saj. Pronarja e agjencisë së gazetës e kishte mashtruar duke i premtuar një punë më të mirë në këmbim të marrëdhënieve intime, por Ashley kishte refuzuar ofertën e tij duke qëndruar e palëkundur pavarësisht presionit. Më pas ai bëri sikur pranoi vendimin e saj, por një ditë hyri në zyrë, e mbylli derën dhe e sulmoi. Kur Ashley u kthye, ajo i kërkoi falje me lot Joses, duke pranuar turpin e saj dhe duke thënë se pas asaj që kishte ndodhur, ndihej pavlefshme për dashurinë e tij. Jose u shkatërrua kur dëgjoi për vuajtjet e saj, por e siguroi se ishin bashkë në këtë dhe premtoi ta ndihmonte të shërohej. Me mbështetjen e tij, Ashley filloi terapinë dhe u shërua plotësisht, me Josen pranë saj në çdo hap. Sot çifti po jeton jetën në maksimum me djalin e tyre dhe është e qartë se asgjë nuk do t'i ndaj kurrë. Ata vërtet janë një çift i krijuar në parajs. Vërtet jam kurioze të di mendimet tuaja për këtë histori, kështu që ju lutem mos hezitoni t'i ndani ato në seksionin e komenteve më poshtë.